Ja, më çfarë janis? E peti atë. Zonë e lirë. Një pashta. Zotin Çani. Si do të? Da, atë situatën që foli Beni Mami. Se në gjova Beni Mami? Qa tha? Beni Mami e di edhe ato pjesën. Ka me thënë që janë të militantë e Partisë Demokratike dhe me thënë si duke jetë aty. Edhe ajo fut në rolin atyre të. Ure, merë një veshë, tha. Atëre në çadër, tha. Erdhi Rama, i tha Lulit. Ti je idhulli im. Edhe pasaj kur u futën bë marrëveshjen. Rama me fytyrë të varur tha, Luli po qeshte, Luli fitoi, Luli ja mori Rama. Ne marrun gjithë. U shkri Çani me atë, që jam motë, më dhënë si. Çani ishte pro Beni Mami. Normalisht të punë, normalisht. Ajo që s'më Grita. ishte kur u fut Grita ju tha ti Beni Mami në qafë direkt, kështu jo po. Po ajo më boni përshtypje edhe mu pra. Jo vetëm që ju holl, po si përmend e emrin më tha. Pse gjithë ky a kuptoj gjithë kjo? Jo, më s'është në FDA, kështu se ajo është established. Deri në një farë pike se. Po çfarë është kjo mos i përmendësh emrin? Po jo, është ajo që po flisim. Ky zotëria që ishte para meje, ky zotëria, ai tipi. Po sepse është pala, po këto këta janë ata që duan të Po ndryshojnë. s'ka lidhje më se ajo- kjo është frym sigur dy grupe ekstremiste të kundra. Kjo është frym e vjetër po. Ti mund të thush zoti Imami, s'jam dakord me zot Beni fare ti thush. Tregosh i çik konfidencë, se s'është armiku, nuk u bë krejt papritur armiku i popullit ai. Zotëria që ishte para meje. Përkundrazi, sa respekt ka një nga gjitha të tjerë, domethënë, pa ajo po merr atë situatën e kupton që po thoshte që edhe nëse do të mbështesë janë Beni Mami thoshte ajo. Ka qenë ajo që e ka shar Rama atëre dhe pse nuk u dënua dhe çfarë thonë. Po, që i tha i Po, eri, thotim, mirë i tha eri, se kur ju mbështet ju që ka i mirë, në momenti që del kundra jush, bota automatikisht i keq. Po pra, po, ashtu ka shumë drejt ai daku, jo vetëm për atë, po ti kur po thua tash jo po se nuk e dënuan. Edhe do thon pasaj rob që ky ka bërë marrëveshje me Ramën se nuk e dënuan. Po ti ke 7% që në troket e dera për ti, ca era televizorit, që shikon Lulzim Bashën, dela i 7%. Cak. Dhe mu kjo më bëni përshtypje, si përmend e Edhe sa të tjera ka, është absurde fare, me rob shtëpi. mos i përmendesh emrin. I tha dhe Çani në moment, që po thuja emrin i tha, Zoti Imam, s'ka në gjë. Zotëria para meje. Por ajo se di pse reagoi ashtu. Voldemorti. Kishte absorbuar atë ndjenjën, domethënë që jo, ne vërtet kemi fituar. Kupton, vërtet kemi ecur përpara. Fiton ka ardhur në moment tash. Do të tani dalë vëllai. Tonë morbeti do të ketë një sens logjik domethënë. Okej, do gënjejmë deri në një farë pike. Po tash ti mos e fut me top. Çka ke fituar ti këtë mandate? S'ke marrë asnjë. Mirë, çfarë argumenti mund të ketë ajo? Ajo është pro qëtëri Basha në parti. Këtë nuk janë ndryshon dot asaj. Asaj Saliani. A është ai morbeti që bënim atë ditë me atë tjetër. Çfarë argumenti mund përdori ajo pro kësaj gjëje, se këtë nuk janë ndryshon dot asaj. Ajo nuk thotë dot duhet ikë Basha. Ajo ka disa argumente. Argumenti i parë domethënë është para Pse duhet të rrit Basha? Ajo me frymën Basha ajo ka në politikë. Atë ai e ka Jo, po them hiqe pjesën e asaj, po them se ai sa më i fortë se ushtroi atë para skenën që shtroi Çuri. Se tha që për të më të fortë. Është më i Po fortë. them ty tani, zeje se je ti tani pjesë e PD-s, je një ato mbështetësat e Bashës. Ti do dalësh nesër në emision te Çani, je pro Bashë. Çfarë argumentesh do përdorësh ti pro Bashës? Se tani tek tub na pavarësisht se ne jemi, ne themi që duhet ndryshim, por që tek tub duhet ketë ndonjë argument. Mirë, pra, unë ta them kështu tash. Nëse ti je para skenën më që unë jam tash më simpatizant i Bashës, unë do të përdor një atë argumente që kanë përdorur ata deri tani më dalu. E kupton? Do thonë ato mirë po e luajnë rolin thotë. Po pra, ata rolin e tyre po e luajnë jashtëzakonisht shumë mirë ata nga Irani, kupton se me atë kapacitet që unë vlerësoj atë gritën si robë, kupton? Ajo nuk është e trashë ato, ta marrësh bottom line, kupton? Jo. Kur ata thonë që kemi ngritje në vota me atë 4 vite më parë, nga njëra anë e medaljes ata kanë të drejtë pasi vërtet kanë rritje. Në mënyrë objektive kanë rritje. Por rritja nuk është gjë që mjaftohesh me në plan. Rritja është votat e LSI-s që kanë marrë prapë këta që s'është ajo ideja. Nuk si rritjen duhet t'ja marrësh përses. Ajo është vetëm në numër, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë. Ja, të njëjtit rrobë.
di. Ideja ishte valla edhe do bëri argument që përdoret edhe më përpara valla, si në frymën e re edhe të gjitha të tjera. Unë si mendoj valla edhe kjo edhe Saliani edhe një dy figura të reja, ose të rinin fare valla mos flisnin. E kupton? Ose vërtet e thon, të bëjmë zgjedhje të brenda partijake, edhe të në zgjedhje do fitojë kush tihet më i forti. Po Unë për mendimin tim mbështes Luzin Bashën valla, kupton? Po jo tash këto të tjerët janë kështu. Pse si përmendin njëra jo valla, nëse ishte vërtet do ishte ajo objektive. Siç e pretendon, domethënë se nuk e përmendi një herë në muhabet atë, çka ka, i Fatbar Kallidin, ose aty që të call center-eve, Spahiu, si e ka. Ai është mirë, ai s'është një fare kështu. Në rregull, apo se ai ka bërë fuzatën për partinë. Unë po them, kjo mirë ai s'është ndier. Po Fatbar Kallidi që ka dalë se Ben Imam vetëm kritik po bën. Ai e pyeti eksplicit Ben Imamin, ndjej tha, "Ore, Ben Imami kryesja e RPD-s." Jo, absolutisht jo, derisa fillojnë zgjedhjet brenda partisë. Nuk jap fare. Fjalë këto. Ideja që po u bën zgjedhje dhe ai tjetë prap kandidat Basha, fito Basha. Dhe janë zgjedhje fiktive, si më thon, kot, me bokot. Ai një argument për shkakun që do përdorja unë që s'e gjej ta përdorin shumë ta është që nëse ikën Basha, ai tjetri që do vi do nisi prap dhe herë nga zero. Ky sado që ka humbur 8 vjet e kështu ka kriju i fal leadershipi brenda PD-s. Po brenda PD-s apo pa as mjafton se ti duhet fitosh. Mirë, dakord, po ai jetin pozita tani të nisësh nga e para. Marrësh një tjetër, tumi ai dhe 8 vite të tjera. Edhe pastaj ti më shumë shanse ke një teori, po them unë se besoj këtë, po që një teori që mund ta mbrojë, se këta i mësojnë vetëm kësaj. Prisni tani, se tani janë vjedh votat, ne po luftojmë për vjedhjen e votave, ju na thoni neve pse si mbrojtët ju votat, pse si votat dhe ju votat. Kjo teoria këty në gjë. Në rregull, jo, shikojnë çik tani. Pse nuk mund ta përdorim në rastin e Shqipërisë ti po thua ti. Ti nuk e ke valla Luzin Bashën, figurë që është ai këtu, Armin Laschet për shembull, figurë e pastër, domethënë Armin Laschet është në Nordrhein-Westfalen, domethënë e ka regjimin atje domethënë me diferencë një deputet. E kupton? Edhe ka ai babuçi 12 vite. Pa asnjë skandal, pa asnjë gjë, është siç e di ti vllai Landi më i shëndetshëm Gjermani në plak. Tani. Po. Basha nuk është as figurë e pastër. Normalisht Ben Imami ka i jetë. Po nuk është si Basha apo që i varen të gjitha ato të neqet nga mbrapa. Kanë ndryshim thelbësor. E para fare sepse ndër të tjera apo edhe nëse janë të dy barazisht të pisë. Ben Imami është intelektual atë. E kupton? Ben Imami di të artikulohet. Basha nuk di, Basha është me të frymën e Saliut akoma. Regjim, vjedh, drogë, kokaina, hashashi, ta janë kriminella, po i vrasin njerëzit, po i lënë pa bukë. Po. Se Basha të Fidel Yllin te Mus Nano që parë daku, edhe më thoshte ore tha se ka ngelur tha një re, tha, në gjithë Shqipërinë tha që tha marrësie pjesët malore domethënë ande nga marrësie madhe, Shkodër, Çando, Peshkopi, Puk, domethënë Kuks. A keni idenë tha se ka qenë skrapar që është vërtet në mal tha. Kur ka qenë Saliu, kur vija që i punonin tokët njerëzit, tha akoma me gomar tha. As qet nuk ishin. E kupton? Nuk ishin as qet, që e mos harxhon. Është brutale fare, derisa i ka bërë. Pavarësisht se mos më pëlqej Fidel Ylli fare, thonë se ai ka disa Doli deputeti? Më duket po, më duket se duhet të dalë deputete. Ai më duket ai ishte në zonën e Durrësit së radhe, në Durrës më duket, ishte ai ose në Tiranë. Në Tiranë ishte. Tiranë. Se për atë pjesën e Vorrës ka dalë. Atje na kandidonte. Po. Këtë duhet të them valla. Edhe marrim edhe rastin që janë dy të pisë valla, kapaciteti që ka ai nuk e ka ky. Po Pastaj vetëm edhe mos ishte i pisët. Ti ku i ke gjatë gjithë kohës flako edhe media dhe gjitha të tallin trapin gjatë gjithë kohës. Je djalë i mirë, e kupton? Ore, i vogël. Në moment ti kur marrun zgjedhjet që kena diskutuar ne kush duhet vi që të ndryshoj frymën, emrat që kemi përmend ne kanë qenë Agron Shejaj për shembull, që është figurë e re, një tip Orin e Bijaj, jo Orin e Bijaj fiks, po një figurë ngjashme kështu. Nuk prap Ben Imami është prap për mendimin tim ngelje në vend. Është po i soi i figurë
e vjetër aty. Duhet diçka e re më vëlla, duhet i frym një njerëz tërësisht i ri, që nuk ka qenë pjesë e PD-s. Domethënë, ky Akron Sheha për mendimin tim është figura perfekte, që do ishte zëvendësuesi i Bashës edhe cilë atë frymën e re. Shikoj çik, ai është prezident e tjerë ato. E di pse. Po për tjerat nuk po të ka. Është zakonisht shumë i ri, kupton? Është zakonisht shumë i ri për të marrë atë, kupton? Ai, domethënë, nuk e di se ai ka ditë pjesën, domethënë që i mungon është se nuk ka atë reputacionin, domethënë si fighter, e kupton që të jetë një çik i fortë, të jetë një çik goditës. E kupton? Pavarësisht se ai ka gjatë ato vite, ka qenë këshilltari. Unë këtë ka ditur se një fare. Të gjithëve këtyre, domethënë, ai ka atë anën e mirë, domethënë, populiste që i pëlqen rove, se i thotë që s'ka marrë asnjëherë lek as nga PD-ja, as nga një rob. Edhe nuk ka dalë deri tani, faktikisht asnjëri nuk ka dalë se pse gënjen se ke marrë, kupton? Ai ka thënë zomina nga unë nuk ka marrë asnjë kokër leku nga buxheti i Partisë Demokratike, apo çdo lloj gjë tjetër që ka lidhje me shtetin. Deri tani vëlla ka dalë në 5, 6, 7 vende të ndryshme domethënë në emision, nuk ka dalë një që thotë që jo, ky gënjen, ky në të vërtetë ka marrë 1000 lekë me pika i ditë, kupton? Është i pa, ai është i pastër nga ajo. Tani më mirë ka dilli apo ky imami? Po nuk kanë se Beni Imami do kandidohet. Beni Imami është thjesht me sway, kupton? Thjesht me ja heq rrymën atij. Ai është e mendoj unë domethënë se ai e ka nxjerr tash ose vetë ose mediat e kanë reklamuar domethënë si ai tipi që prezanton atë icon që ka pasur dikur PD-ja, kupton, se më kanë qenë 100 ata, nga ata 120 ka qenë sakt. Edhe mediat e kanë parashtruar tani si ky imami prezanton këto 20 pastrit, e kupton? 20 sakt. Kështu ka dalë tjetër tash, më sa kuptoj. E peti tek ajo te Ylli Rakipi ishte ky Ben Imami. E pyeste ai për Salën, por më thy diçka, ç'a mendon, ç'është fatkeqësi. Dridhi. Duhet i çik me bole njeriu tani që të vi teqi ky po e shohim ne që s'është kërkuar ky Basha, që është frikacak, tani të vi ky dridhej. I përmendte emrin Sali ai, ky në studio, s'di. Duhet dikush të dalë më të thotë, atë që mendon ta thotë. Pëlqen më vëlla, pëlqen Sala e du Sala. Të them ty pasaj vëllai që marrua, nuk kemi, një parti do kemi. Se po nuk vdiq Sala, se ta ketë jetën, të lëri politikën për mua të jetoj edhe 1000 vite të tjera, jo mjafton të iki të zhduket nga politika. Vetëm atëherë do apo mund të kështu. Po pse s'pas ka i person aty o vëlla që të ketë aq bole sa dalin në emision edhe të thotë në emision, o shok, unë me politikat e Salës, unë jam 100% dakord, billafi. Ose më kam pëlqyer ky ndërtimi i rrugëve, kjo XGO, nuk më ka pëlqyer si ka menaxhu 21 janarin, Gërdecin, Leshi Preshi. Ore ti thot ato që mendon. Po jo të dridhet më vëlla. Nuk i thot asnjëherë më dal. Po pra, po. Maksimumi që arrin të thonë, domethënë që mos vetëm që kam dëgjuar nga Mami dhe nga Kadilli është që mos e bëni ashtu sa ju ka pasur gjëra të mira. Atëherë le të Basha. Gjithë janë për mua Basha 2. Se normalisht tani fillim në do na duket ndryshe, hajde se ky o më i mirë se ky o kështu. Qofse e nis që tani me këtë frymë ai, që të ketë frikë, me thon atë që mendon, duhet asaj rrugësh. Pra Basha. Basha 2, mas 2-3 vitesh do dali po i soj. Kur s'ka i gjë të re, i një njeri që të dali të thotë. Po më pastaj kthehemi te argumenti klasik, do që do të ikë Saliu. Kemi të shpreh konstante që fajin e ka Saliu. Kur ti ke Saliu, besoj unë edhe Basha do jetë më i mirë se ç'është tani. Po ka pasur Basha për të mos qenë më i mirë ti. Tani di sa nga ato frerët që kanë dorë Saliu janë bajnë Bashës pushtetin. Panë në Saliu Bashën e rrjesin e kokë nga të gjitha anët ato. Pa që Saliu edhe grita me Salianin e nxjerrin jashtë loja atë brenda 2 muajve, çfarë po thuat? Ideja e se ai është në atë principatun Berisha. Në shtëpinë e atyre do të mos dishte ata, çfarë po thuat? Për sa kohë është ai pra kur edhe këta të tjerët s'kan guxim me fol, shof në ai rrugë, domethënë. Mund bëhet më mirë PD-ja
Mund të jetë çik opozit më e fortë me ai tjetër, por që në fundit prapë do fitojë ai tjetër. Fa kupto se është ngjarje utopike që nuk ka për të ndodhur. Rezultati ishte perfekte, dikush ishte. Basha thot para zgjedhjeve unë nuk kandidoj më, domethënë, edhe Saliu e lë mandatin e deputetit, e kupton, dhe merr tjetrin radhë, edhe ikën dy. Atëherë ne vërtet kemi shpresë. Aty e ke 100% shpresën. Sepse ty të ikin nga lojë të gjitha argumentet që ke kundër PD deri tash, e kupton? Se të iki Basha dhe Saliu. Do thotë që do iki dhe ata horrat që kanë marrë Basha me vete, ai tipi i Kamës, çfarë po thoshte ti që është në Dibër tash. Xhelal Mziu me shok, më the thash, e kupton? Të gjitha persona negativ, do çdo tjetër, të pëlqen apo s'e pëlqen Beni Mami, është i vjetër apo është i ri, fakti është që të gjithë pjesa llumi i PD-s përfaqësohet nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Se anët e tjera të PD-s ose kanë dalë parti më vete, ata që janë të vjetër edhe si pëlqen njeriu, ose i ka heq fare, e kupton? Që cili kandidat, ose cili deputet, ose cili pjesar i Këshillit apo i komisionit që kanë këto organizat e brendshme me thënë, është i konsumuar figurë e keqe dhe kundër Bashës. Këto tre cilësi nuk bëhen asnjëherë bashkë, e kupton? Po si tiki Basha burtë tani ka fillu lufta Bashës. Lufta sa më ka nisë. Si mund tiki? Si tani generali luftën në mes. Ai është generali i Shqipërisë vdekur dagu. Na më ardhi fëmijë shqiptar? E maj. Ai është. Lulzim Basha është generali i Shqipërisë. Jo, s'është ashtu, jo. Basha është se ushtria s'është aq e vdekme. Basha është generali i vdek i ushtrisë normale, se ushtria deri diku. Ato mumjet në Perun e lashtë, ata i manin kështu. Mretit e vdekur i manin, i çonin ushqime, i çonin pije, edhe mretit në ato kohë fëmijët e tyre vinin i konsultonin mumjet. Kur vajtë spanjollën pastaj që i sharruan komplet. Kurse disa e ka zonë lemza këtë periudhë Bashën, tu e përmend kudo e kam përmend shkret. Le me gjithë Bashën. Po atë, ngjova atë historinë ati që vrau, shokën e vetë. Qa menimi ke për atë historinë? Ma zona, ajo me thënë në mënyrë intelektuale, edhe pse ne thjemi, është së mënyrë e gjithë shoqërisë. Ti ke... Ne nuk është jemi të shturur në atë lloj mënyre, domethënë siç mund të jetë një lagje e Bronxit në New York në para 15 vitesh. Ne nuk kemi atë lloj shturje. Ne kemi një lloj shturje tjetër, domethënë që ka filluar që një njeri, domethënë nuk do ta di fare, a kupton? Jo vetëm për robët e tjerë, por nuk do na dinë as për të ardhmen e tyre. I bëjnë gjëra thjesht për momentin. Se besoj se ka lidhje me këtë situatë, kurse kjo ishte për mendimin tim kjo situatë unë çdo doja të isha as në vendin e atij viktimës, normalisht jo, as në vendin e Mariusit që ishte ky që kishte godit, as të shokëve, ishte e rëndë. Unë përshifsha një të News 24 që kishte dalë shoku këty në i përbashkët, e imagjino do të shok si vlezër, këta ishin si vlezër. Ai ka qenë arma, s'kishte pas as karikator, edhe ishte armë vjetër, as siguresë. Dhe ka pas plumin mrena në tyt. Imagjino qa fatkeqësi. Dhe ky thoshte në bazë të kamerës, thoshte një avokat që kishte pa gjithë videon, ky ja ka drejtu dhe të tjerëve përpara. Kot, kupto. I çik pija, alkooli, droga, gjonat. Ja ka drejtu, imagjino tash ajo mund të shkote kudo ai plum. Jo, unë s'pesoj të pjesën, unë pjesa është rrethana që çon atje. Po rrethana, çunat mbledh me njëri tjetrin në për të pi kafe. Çunat mbledh me njëri tjetrin të pi kafe, tjetër gjë. Çunat mbledh me njëri tjetrin me kafe dhe një hekur është diçka tjetër, dakor. Mos ti del me shokët tu pi kafe me hekur në xhep. Jo më jo. Unë s'kam dalë herë me shokët e mi. Dakor me të armbajtja pa leje ku ti aty, okay, gabim është. Jo, armbajtja pa leje nuk është pistie plak. E kupton? Nuk mendoj se është armbajtja pa leje ai problemi në Bertham. Problemi të armbajtja pa leje, domethënë është që Ola drejt, rob domethënë që kanë krijuar atë jetën e tyre në një mënyrë, domethënë qysh e kanë menduar ata se është në rregull, domethënë, për një arsye, për një tjetër të shtyn
lloji i jetesës, dëshira jote apo diçka tjetër të mbash një armë pa leje, domethënë për sigurinë tate. E kupton? Po tani ka jashtëzakonisht shumë persona që mbajnë armë pa leje dhe janë shumë të vetëdijshëm se çka kanë. Nuk den njëri me atë me shok, e kupton? Hiqe se e shkrep shejtani, themi ne, ai nuk ta. E mu shejtani punë. Tamam, bra. Gjuna, pse di? Pikërisht pra, kjo lidhet për të më pse di apo. Se ne çunari trimi gjithë ato, nuk është se neve na ecën vaj, domethënë dhe cave jetën skëter. Shumica ashtu është, një pasiguri është zakonisht shumë e madhe nga të gjitha anë. Shumica e robëve nuk Ti thu domethënë që ky se tash një nga teoritë që jepin lajmi ishte që kjo arma ishte shumë e vjetër. Edhe këtu te kjo lagja këtyne ishte i tip muzeu që manin kështu armë të vjetra. Edhe thuaj që këta do e shisnin te muzeu, apo të nuk është se i kishin armë që e manin për herë me vete. E por nuk janë djeni fare se s'kam çfarë them aty. Ishte edhe kjo teoria, kupto, që ka qenë armë kështu si relike, se ka marr me mena ime, ka thonë kush e di armë e vjetë këtë do e çojnë në muze, ta fusim aty. Kujti shumë mene me kontrollu tani të tyta, s'ka karikator edhe mu po të mbitet dorë, shof s'ka karikator, s'ka është bosh. Se edhe s'marrim vesh. Aty duket që s'merr vesh. E para nuk e dija që s'kishte karikator, e dyta s'kishte pa kështu. Përdorën tek ajo 24 karikoi disa herë. Se di, gjuno. Unë ka ndodhur histori e gjatë, më kam pas një dy shok në gjimnaz. E kishin qenë te shtëpia e njëonit këto. Ky kishte çifte në shtëpi, a kupto? Po. Çifte gjuetie. Këta me menjen se s'është e mushme. Po. Kalamojnë faktikisht, 17 vjeç. E tu bo kështu me njëri tjetrin, bau, biu, kështu kod. E njëri tashi e kishte kap frika se me ta drejtu armën, si ta di që mushme si mos ta di, a kupto ke frikë. Normalisht. E kishte mbyll derën e banjës, ishte fut te dera e banjës e ishte ul poshtë, se ky tjetri po ja drejtohte kështu. Pang e kishte tërheq komzën ai vllai, bau. Vrima te dera. Kaq vrim. Ky ishte ul që përpara se kishte frikë. Si e ka rujt. Ka qenë tu vdek. Me një të ngjarje. Të merr fare. Më vra shoku, imagjino tash si njihet ai. Ba. Shumë e keqe, shumë e... Kjo është ajo debati në Amerikë tash për mosmbajtjen e armëve nga civilët. Ati janë të smur fare, posa ati i kanë e blenë mod marë. Tash janë zëra, e kupton, ne nuk jemi, domethënë, në atë nivel, domethënë, po ta marrësh dhe anë aty, do apo mos ja fut kodin, se janë ato zonat që janë remote fare atje, që janë rurale në. E duhet të kesh armë. Ty vi robi shpit do një orë, vi policia më ta. Po ja bënë makinën e policisë Lamborghini, po të vje për 40 minuta. Hajde. Si me dy presa është ajo punë. Normalisht, no. Se siç është kjo që thu ti, është dhe kjo këtu në mes shooting që ndodhin atje, kjo është atje bëhen super thjesht. Se mes shooting për mendimin tim mund ndodhin kudo ka njerëz budallëj që ka një moment caktuar që ja jep truni atij do bëj krim, do ikë ti vras. Po s'ka akses, nuk merr dot armë. Tash ti kesh akses, shkosh me gun shop, ta marrësh armën me ID. Direkt. Po po kjo është argumenti pastaj ta japun, ta kthej atë se ti në argumentin për pro pastaj sepse fakti që këto i merr ai me ID kështu domethënë ti thjesht do të rishësh atë kontrollin, që mos marrin ato. Se në Rusi nuk është e lejuar ajo arma apo po. Javën që kaloi me shooting ishte në shkollë. Ku Rusi? Lajma dolin gjithë botën, ishte me shooting i parë që publikoi domethënë. Disa dolin nga vija tuaj, ose ta ka di dy të kështu me shpëtum. Rob çmendur ka, ja s'ka armë në Shqipëri që ai boti ju fut në makinë në mes sheshit. Nuk e armë në Shqipëri që ai ditën e Bajramit papuçi do të ishte vetë. Po në Shqipëri janë ndryshe vëlla, se në Shqipëri ke armë për të pas, se s'ke, se kanë ngel akoma armë nga 97, por nuk ndodhin këto mes shooting në Shqipëri, s'kam një gjumë, nuk ka budallëj, a nuk është si kështu. Shkon njeri me të vra kot në Shqipëri. Shqipëri domethënë vriten kot në raste banale që jo pse të pash, pse parkove makinën,
e ka një farë arsye, po në një kot shkoj të futet në kinema ose në market dhe ti marr siç bëjnë këto nëpër botë, nuk ka. S'ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri. Shqipëri ishte në 97-a, ishte ulë në Shqipëri ata nuk është janë armat në Walmart, çu thua ti domethënë, janë është ai. Kur ka armën, i kishte në 97-ën ti, që ishte kulmi. Që tu vra rob tu bë, nuk kishte ndaj mes shooting dilte na njëri dhe ti të vriste kot në kot me i vend. Vriteshin banda me njëna tjetrën, au iu pse na i gjok kështu. Kjo s'është në, nuk notë në. Sepse s'nodh, nuk e di. S'nodh. Nështë dako se rob janë ai shumë të shtypur aty ne kanë ai shumë hallet e tjera domethënë sa që s'ma amën se i vete i robi atje do ikë do të bëjmë mes shooting tash se më quajt skelet në shkollë apo më bëjmë bullying. Ne bullying e kemi kulturën atë. Ti nuk diplomohesh dot në 9 vjeçare apo nuk ke bërë ose ti ke bërë bullying. Bile do ta japim me vlerësim me 9 për mendimin tim. Ndërtojnë karakterin. Këto janë hallet e këtyre shoqërimeve përparuara, domethënë këto Suedi, Danimark, këto janë aq Kanada, janë aq përparuara, aq domethënë kanë gjonat aq mvisa, s'kan me çfarë merren. E vjen moment do merresh me çfarë merrem, mund thot ai do merrem me bulizmin në shkollë. Do ndaloj bullizmin në shkollë. Do fillojmë bëjmë ligje, kishin nxjerrë ligj që deri në klasë, nuk e di çfarë klase, nuk duhet t'i thrasësh nxënësit me përemër, as ai as ajo. Po të vesh një gjë tjetër të ndërmjetme sepse ai mund të jetë çun, po mund të jetë. Ideja është në shit çfarë do të thrash. Ore David, do bëj zgjuria për 50 vjet. Do bëj për 50 vjet. Po këtë kjo pikë s'ka me arrit. Po ne kemi it. Ne nuk kemi das. E kupton, ne nuk kemi rast neutrale. O zëra nuk ka për të arrit kur, valla. Nuk ka shans. Kjo është idiotësi, këto janë budalliqe fare. Kjo janë ti çmenësh rob fare. E kuptoj ti thosh tani mësuesit ti, mos e thrit ai ajo, thrit e it atë se nuk e di ai si ndihet. Symer nuk ç'është kjo më valla. Unë s'ja kuptoj sensin kësaj. Imagjinoj që sidomos Danimarka ka që po ikën truri se kanë një inflacion njerëzakonisht, domethënë që banane fare, ka ikur ato, ka vajtur një dozë kështu kola dagu 4 euro. Ata merren me ju ato. Do të ishte që janë ato politikat majtiste moderne, se ne nuk I dim, në majtizëm e kemi akoma kështu, jep lek rob. Po. S'kemi hyrë akoma te ky stadi. Po pra ne them valla, ata kanë arrit me stat, s'kan me çfarë u marr, mo. Pseudo progresist. S'kan me çfarë u marr, mo, dhe gjën tash. S'kan ata, se edhe këtu në Gjermani për shembull ta kanë akoma halle të tjera, jo migracioni, jo leshi, preshi, kanë gjona. Ato nuk kanë asnjë lloj problemi më. S'kan me çfarë merren. Problemi që kanë atë ku është rob që vrasin veten. Vrasin veten se s'ka diell, po, ose ka shumë diell. Ka shumë dritë. S'kan fëmijë, nuk pjellin. Ato po më mbaron nga valla, nëse nuk për mendimin tim, këtë kapacitetin super higienik që kanë domethënë. Ata dakun nëse nuk I lirojnë një çik ato ligjet, gjërat domethënë që ti lejnë çik rob bëjnë çfarë duan domethënë, ata janë drejt çështjes. Bëjnë robota. Po, atje me kontrolli I alkoolit në 33 ato sipër. So dy filan këto. Nuk ato dyqanet me zgara, kështu sikur tu ikët si ato dyqanet që shiten helme për domate në Shqipëri. E ke parasysh? Skandalën daku. Vishin kishte vajtur një nga të shokët që kanë mundu që takuar dashur filan plako, blej një shishe zekti, një shishe zek, 18 euro, 0.75. 2 euro e ke këtu më taku me një ark gjithë me 18 euro. Këto që ja fusin vetëm me tarifa, me taksa, me çmime më të larta, është një argument për duanin, që rritet. Që e mrapa diellit, që do e lën ata. Kot. Ja fusin domethënë me një tokë kështu, ora nga, rob që janë jashtëzakonisht shumë suksesë, domethënë që janë bilionera, nuk është se pin, se kanë ta paguajnë, e kupton? E kupton?
Ajo është okej, valla, thoshte Jeff Bezos tash unë kam, valla, jam më i pasur në gjithë botën, unë do pi cigare se e përballoj. E kupton si sa nuk e di, valla. Politika e gabuara fare. E vetëm pastaj zgjidhja, valla, gjithmonë kthehesh gjithmonë në shkollimi e plan. Kupton? Kthehemi në vendin tonë akoma aty nuk bën fizikulturë, ne bënim fizikulturë në kafe. Pinim kafe të hanë. Ose rinim me të hanim farë. Ose pishim cigare fshero, ose mrapa atyre shkure. E s'bë fizikulturë. Nuk e edukimi sportiv është varë i leshë, edukimi seksual është varë i leshë. Seksuali jo, po fizikultura është në Faktikisht fizikultura në Shqipëri nuk bëhet, si më thon, t'ia detyrosh në zonë. Nuk e di pse s'e bëjnë ashtu. Se ne unë shifja atë. Se thon prindrit tan, pastaj thonë ti që na i përmendën ne gjithmonë që ne kur ishim në shkollë bënim gjysmore. Normalisht më ndako nuk vdesin prindrit tan nga budalliqe se s'kan fuqi. Më dhan pa koka të la punin. Më dhan Messi 18 vjeç. Ose tamam, dha Messi. Jam unë më ndako pse ikin te radhë të tjerë fare ti. Munges aktiviteti fizik, i ullur në punë, i ullur në shtëpi. Të dhem me ti. Në marrë. Po të disha ashtu si kosti, nga një karigi me një tjetër, qa priti? A i trupi sa të dha, e di qa këdagu e pas ka në terezi. Ky s'ka si loj problemi, që të arë gjënë vitamina ka. La rimë këshu, e kupton? Nuk këtë nuk të duar, as po ngrena i që, e kupton? Nuk po prashit qepe, vla. E kupton? Ajo stamina, rezistenca të nuk të rritet të la. Po të shif qa po bëjnë këta këtej më vlla. Tani ka fillu dhe në Shqipëri, po këtej, mirë nisën këto liferando e këto, që të shërbejnë ushqim shtëpi. Okej, dakord jam deri aty. Tu ka nis pazarin ta bësh me aplikacion. A kuptoti 2 kile portokalle, 1 koli me ujë, miell, makarona, të të vi në shtëpi. Ku po shko? Ku po shko bota më valla? Qa është kjo? Qa do me thonë kjo? Po këto s'duhet ta lejojnë të futet, më këto s'duhet. Paradoksi. Ku janë pra politika? Tu ti implementosh ti mos ta lejosh këtë gjë. Po leje ço ik merre më valla. Ik merre, për to ik me marri koli me ujë. Normal, valla, ai e ka shumë ajo Illuminati nga mbrapa thotë jo mos rrit, ti rrit trashëm në shtëpi, mundësisht ha aq shumë saqë edhe më të dera jashtë mos e dalësh ta sillet deri te dera ai se nuk të nxjerr dera e dhomës. Ri aty. Por si të pampersa e thjesht ndroj. Vedi i tup të goja lidhe me ujë, direkt edhe mos të vish. Bësh ashtu si ato pulat, e kupton? Ato pulat që i frymsh me ushqim. E të mërshme është po. Në shfatkesi da, se është vetëm të mërshme. Se do a kupto, edhe sikur ti do vi një moment që do bëhet aq trend, do ju ngulitet aq shumë mendje njerëzve saqë edhe unë dhe ti, dhe unë dhe ti që me bë pazarin dalim ose me ik me marrë gjë dalim ose sportojmë me dal, do vi një moment dhe unë dhe ti do detyrohemi hap aplikacionin. Atë mos e kështu e bëjnë gjithë, qa do i myllin fare më vlla. Do i myllin, prit kur të vi momenti do i myllin. S'do ketë mo, as reve, as Lidl, as i gjë. Mylli komplet, të rinë gjithë në shtëpi, dhe punën do e bësh home office, mos dalim hiç. Bëjmë avatar, bëjmë bot virtuale, dal të lëviz nga kompjuteri. Po, ato, si Pokemon. Po, dalim të lëviz nga kompjuteri. Google Maps po, s'ke pse udhto. Hap me pamje satelitore shifa, e pe Madridin, e pe Milanon, i pe të gjitha. Do vija, do vi, po ato kështu do i vesh ato do me thënë si fat fuck me atë kolltukun që do kesh, me pesh maksimale 5 ton. Ti do ve. Po ti po edhe për Richard me atë gjalpi që të kullon nga faqe dhe tash. Edhe pjesa e fitnessit, ma ke pa çka kanë filluar me nxjerr, janë këto six pack, i ve këtu. Janë të lidhme kështu elektronikisht me fjalë, shtyp atë dhe fillon të dridh muskujt. Ajo zej se po bëu ushtrimet. A kuptoti? Tu bë six pack tu nej, tu fjet. Si vetë ç'a bën? Si ç'a bën? Në atë në Brazil daku operacionet për six pack janë me ndërhyrje kirurgjikale, domethënë, që bëjnë. Kjo që bëjnë dhe forma, tamam six pack domethënë. Kishte arrit në 23%. Të gjitha atyre domethënë, në Amerikë ishte 7% apo. Ai çfarë domethënë?
më mirë ri ashtu si je. Po Shqipëri sa është përqindja e femrave që bëjnë fytyrën në operacion, që bëjnë buzët? Në Shqipëri 95% Shqipëri është në Shqipëri plako është më pak se 20. Tiranë është Tiranë, po, Tiranë është. Jo, s'kam gjë kundra, me thonë drejtën, domethënë njeriu kur ka ndonjë problem estetik, mos ndihesh se investuar personalisht. Jo, problemi është tani se kur ke një problem me vërtet që ke problem estetik, që ti nuk je rahat me veten tënde vëlla, ti domethënë ndihesh i pa lumtur. Si më thon ti mund të jesh shumë i arrir, me shkollë, me punë, me të gjitha, me familje, po ty kjo gjë të bllokon. Mirë. Jam dakord që është ndërhyrje ti. Ku do për çfarë do bësh ndërhyrje? Por çfarë që ka ku ta kesh ti më vëlla? Ti e ke problem ku dëgjon, vetëm pse e ke kështu me një ndërhyrje. Po vetëm ti mos u prandaj po them unë vëlla. Është në rregull, është billafi më çdo gjoje të kesh, jam dakord tek pjesa kur ti e ke me vërtet shqetësim. Po në momentin që ti e bë, vetëm se e bën i shoqja jote, vetëm se e bën i X-i, vetëm se shef X-in, Y-in, Z-in ti që dalin të treja bashkë aty dhe të treja në bombë dhe ti duhet ta bësh patjetër se e kanë bë. Këtu është budallik për mendimin tim. Të bëjnë si ato femrat afgane, se ato e bëjnë kështu 99.99% të femrave afgane bëjnë operacion unë. E kanë se kanë. Kot pra, e ke se ke, ti se ke problem, për shembull, në këtë moment unë dhe ti s'kena asnjë problem. Imagjino tani nga që i bëjnë gjithë meshkujt s'bëjnë, po billafi. Kanë bërë gjithë unën, të shkosh dhe ti ta bësh kot, pa e ndjet nevojshme. Në momentin që ti shet e unë në dagu, se të unë do të thënë po i ke veshët të dalë apo undën apo ke ndonjë problem. Ke problem pra, kur është problem estetik, dakord jam thënë. Edhe gjoksit e femrat të vllazë tani shumë të duk si seksista, kështu po marrësh ti vendimin për trupin e saj, po jo se është trupi i saj. Gjithsesi, opinioni i tretë vllai nga jashtë që gjoksi deri në fund, çfarë i bësh gjoksit vëlla, s'ke çfarë i bën, po byt ja çipsa ne bëjnë ai skuadër. Po, jo gjoksin dakord jam ta bëj. 10 minuta për ditë kur ulu ngriu aty, e kupton, të përdon bysa aty. Ato pallate që janë me ato shkallë të ngushta. Futja jashtë 10 herë poshtë lart. Po bëjmë ascensor. Në fund muaj dagu ti jam bërë ato kofshë të keq. Instagrami ka për shumë punë për këtë gjë. Kryesori fare. Jo veç për këtë gjë, për shumë gjëra, domethënë. Po që Ashin post dagu para sa dilesh, tek nuk e di për pas. Ishte një nga ato modele, domethënë, to që janë woke. Do të ndryshon ato, domethënë, që kishin disa foto që kishin përzgjedhur fansat që kishin hedhur, domethënë. Edhe kishin hedhur pasaj një foto tjetër me të njëjtin outfit, po pa filtra dhe pa pozin, kupton, pa e trishur barkun mbrenda. Da, ndon, si rob tjetër. Kupton, rob tjetër valla komplet. unë se kuptoj valla se është më e kleshme për shembull në rastin njoftë ti i gocë në Instagram, që nuk e njeh një reale. Tani ajo shfaq veten foto, posing po Photoshop, po kurim maksimum. S'ka nevojë të mësoj Photoshopin, ai fut filtrin pa filtra, më të dëgjon si bën nesër. Jo më jo se i hyn, këtë mirë ka filluar mësojnë Photoshopin, jo mirë, marrë një start akademik. Edhe nesër u bë kjo i figurë që është 50% e ndryshme nga jeta reale. Do vi momenti që do e takosh. A nuk ka atë frikë që ti ja ngre pritshmëritë atij tjetrit, në ato farfeje, domethënë, mu personalisht, për shembull, kur shoh ti këtë në Instagram duket kam ato lloj pritshmërie, saqë kur e shoh live, ajo mund të jetë normalisht e bukur, po them 70% e bukur, do ishte të rejse për mua. Po nga që mu më shkriju ajo pritshmëria që kjo është Angelina Jolie mos më duket më të rejse. Automatikisht i del me të dhe je kush është kjo më vëlla. Pastaj daku ato janë detyruara pastaj që atë filtrin në Instagramit ta rikrijojnë me make-up. Edhe del ajo është si vatim, kështu që për qafotit ngela bluzë. Kur zgjohesh mjes pastaj je duhet ta lash atë bluzën me 95 gradë, kështu që dalë ai gjalpi. Kur zgjohesh mëngjes sepse më rishet fytyra. Tani ata kishin mirë ato vitet 70 aty ta i me dmen,
do i seriali që i tërgoj që femra ishte të shtëpia, të kuzhina. Ashtu? Ishte jo, do dalësh ti do punosh to. Do dalësh me shoqet ti. Do marrësh X5-ën ti do vish vërdall. Çogi mua për to. Ai është problemi më i madh. Saliu ka thënë, Pashim me eme se ky tavlan balla, ky ja hedh gjitha Saliut dhe kishin nxjerr tat bryli. Saliu me djalën e tij Shkërzeni kanë investu që të krijohet konfliktin Palestinë dhe në Izrael, që të hiqet vëmendja nga humbja e zgjedhjeve. Po ai tipi që ditë të çani kështu jo Illuminati, jo klanet. Kush ai Alfred Çako? Ka më duket se ka bërë emision Top 10 ai. Po, delte një ditë. Para ca ditësh se më dilte në YouTube kështu suggestion. Po, do e hap në një ditë ashtu, domethënë. Ja kupton sa i rob shemi ne da po gjithashtu të tjera dako ka pasur periudhën 2003 deri në 2010. Kishin trend, e kupton, në 2021 ai del atje thotë masonët nuk e lejojnë marrjen e Kosovës. Skenën me atë, ai thoshte për koronën. S'është e vërtetë tani këtë, kjo parasysh u bote kët kundra gjithçka e ky, jo, s'është ashtu, po këtë ka i shoku me kam pallat. Edhe kishte taku në ascensor, ky shoku me plakun e vet, do kishte hyrë në ascensor. Edhe më çabot. Ky shoku pa maskë, ka kupton, tu ne të afër me këtë se ky thot besoj te korona. Kur i thot, po pse se ke vu maskën, i thot, ç'a bë? Ç'a kam me kishte thënë ti sigur s'beso. Jo ç'a, mzuni mu korona, tha kalova keq isha të vdek. Jo, aty del. Po njerëz mos i besoni këto gjëra. Nuk e di ava. Ti japësh dhe audicion atyre, domethënë, dhe ti japësh të drejtë medalja ai në publik, domethënë, ato roba ashtu. Kupton tani çfarë stadi kanë arritur ata? Pa ai është mirë kur sa i hajde det, paktën ti më i lidh dy fjalë, po ti dalin në misione lloj ropshëm po. Te ke pata ajo e diellësh mush. Ka për fut njerëz. Çfarë s'ka, janë konsumuar gjithë. Ka dalë Kybra, ka çapitën një herë. Ka dalë ky trendi. Kanë followers në Instagram. E nga Instagrami i marrin nxjerrin televizion që të ngrenin edhe shikueshmërinë në televizion. Kuptoti? Cool. Do të thonë që përfitohet fama nga televizioni të kaloj te Instagrami, siç duhet të jetë, se televizioni ka më kalon sit, domethënë merret më e mira, edhe pastaj të kalosh në Instagram, tu shkon nga Instagrami, që hap kushdo, unë e ti hapim nesër bëhemi të famshëm, kalon televizion. Më të po mirë bursa, ajo është më angësi pastaj në bie. Ata nuk e para fat ata që janë pjesë e televizionit normalisht do të bëjnë atë gjë, sepse ata nuk do ta pranojnë faktin që po vdes ajo industri, e kupton? Ata normalisht atë gjë do bëjnë, ata do t'i proposin sa më shumë. Muhabeti është këta gogolat e tjera, e kupton, që ti po shikon ata që njerëzit janë të mbushur, deri te hunda, nuk duan të merren me ato punë, e ti shko brava tjetër. Po. Nënda fillo krijo diçka më ndryshe, jep diçka që nuk ka qenë, ose të njëjtën gjë që ka qenë, po pa filtra. Njerëzore, e kupton? Se duke e shuar i lesh tash domethënë njerëzor se i vetë robë me kurzo njerëzor kështu i basha kur bënte vezë atë natë. Jo ajo la njerëzor se ajo është për televizion. Njerëzor më ta, tu bën muhabet për njëri. Të thosh tash, bash, ore vërtet, do bësh mund të ndi Allah për shemb. Ta marr për tash. Me rob shtëpi. Nuk dëgjon njeri. Ma thoni çik laj. Asë lodhe pra. Luli voca. Imagjino tash i daku mi gjeni rrotullohet në varë. Se ja vura emri Luli. Që fatgisti e kjo. E mbyllim episodin e parë.
Fiksaj pjesë të futbolli. 45 minuta. Ah, e pjesë